përshëndes kryeministrin, kryeparlamentarin e Republikës së Kosovës, gjithë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, bashkërimtarët e Astritit, veprimtarët e lëvizjes vetëvendosje dhe gjithë pranishmit, pa marrë parasysh se nga kanë ardhur që janë sot këtu. Për 9 vjet kanë qenë të gjithë këta gjithmonë për krah nesh në këto përvjetore që nuk janë të lehta. Sot është përvjetori i 9 i rënies së Astritit në burgun e Prizrenit dhe ky rast ende nuk ka përfunduar, nuk ka gjetur zgjidhjen. Kjo flet shumë për një sistem jo funksional të drejtësisë dhe ky jo funksionalitet mund të jetë më shumë duket se është i qëllimshëm se sa i pa qëllimshëm. Ne si familje dhe në emër këtyre gjithë pjesëmarrësve që janë sot këtu, kërkoj që ky rast ta gjejë zgjidhjen, gjithësia, do thot drejtësia të kthehet në binarët e duhur, sepse kjo është flet për një njollë të keqe të drejtësisë në Republikën e Kosovës dhe nuk do duhet të vazhdojë më kështu. Uroj që për këtë rast dhe për gjitha rastet që janë në Kosovë, drejtësia ta thot fjalën e vet si duhet. Ju falemnderit. Do të them edhe unë dy fjalë. Detyrove ti me folë se e shtrove një pyetje. Për mu përgjigj që ajo prokurori nuk ka punë me vetëvendosje, Astriti ka qenë antar i vetëvendosjes. Astriti politikisht o mbyll, u vranë burgun e Prizrenit. Syl Hoxha, në Xhmi Krasniqi, në daljen e ta thojnë, ndërsa ju ka ardhur më koha, me të thonë të vërtetën se çka kanë pa në Astritin. E jo neve me na kërku që s'kemi qenë prezent. Na po presmi prej tyne, po 9 vjet nuk është pak. Nuk është pak me prit. Duhet edhe çdo prokuror të ri që kanë ardhur me di se çka duhet me botu tje. Që thirrje ja bëj, më shumë s'kam qetë.